Drejtori i klinikës për sëmundje të fëmijëve në Shkupër Recep Mehmeti ka bërë të ditur se gjatë natës është trajtuar një rast urgjent i një të porsanlindur në gjendje kritike. Mehmeti ka treguar se rreth mesnatës ka planuar një telefonat nga kolegët për rastin urgjent, pas së cilit së bashku me stafin e repartit të neonatologjisë dhe kolegët kujdestar kanë realizuar me sukses një eksoguintotransfuzion, procedurë invazive që, sipas tij, ishte zgjidhja e vetme për të shpëtuar jetën e foshnjës. Nga ora 01 pas mesnate deri në orët e hershme të mëngjesit, së bashku me stafin e repartit të neonatologjisë dhe kolegët kujdestar në klinikën e fëmijëve realizua me sukses një procedurë invazive që ishte zgjidhja e vetme për të shpëtuar pacientin e vogël të porsalindur nga gjendja kritike, ka shkruar Mehmeti. Ai ka falendëruar stafin mjekësor për punën e kryer, ndërsa ka bërë të ditur se gjendja e foshnjës tashmë është përmirësuar ndjeshëm. Punë e mrekullueshme, faleminderit për stafin e shkëlqyer. Bebushi momentalisht është në gjendje shumë më të mirë, Zotin e falenderojmë, ka përfunduar Mehmeti. Familja e veprimtarit Hakim Meri ka reaguar pas zhvillimeve të fundit, duke theksuar se e vërteta nuk mund të fshihet apo të mposhtet. Në reagim kërkohet që hetimet dhe proceset institucionale të zbardhin të gjitha dyshimet për rrjetet e ndikimit serb në Kosovë. Në vim, shkrimi i plot. Rrjeti dyshuar i BIA serbe në Kosovë, siç po shihet gjithnjë e më qartë nga zhvillimet e fundit, ka filluar të përjetojë momentin motosikletshëm. Shefi është arrestuar, ndërsa tentakulat po provojnë të fshihen, të zhduken nga skena dhe mbi të gjitha të bindin opinionin se nuk kanë pasur kur lidhje me Oktapodin, sipas akuzës së PSRK-s dhe materialeve të parashitura nga hetuesit e prokurorët e Kosovës në qendër të tij rrjeti operatorësh armiqësor kundër Kosovës qëndron Fatmir Sheholli me bashkëpunëtor Zeka, sipas pretendimeve që duhet të vërtetohen përmes provave dhe procedurave institucionale. Dyshohet se ka shërbyer si një prej kanaleve përmes të cilëve janë promovuar agjendat që i kanë shërbyer interesave të Serbisë në Kosovë. Një pjesë e kësaj veprimtarie lidhet me publikimin dhe përdorimin e dokumenteve që pretendohet se kanë origjinë nga BIA serbe, të cilat më pas janë përdorur në hapësirën publike për të dëmtuar dhe diskredituar figura të institucioneve shtetërore të Kosovës. Dikush do të thotë se ka qenë vetëm gazetar, dikush tjetër vetëm burim, një tjetër vetëm njohje, e ndonjë tjetër ndoshta do të kujtohet papritur se nuk ka parë kur Oktapodin, edhe pse tentakulat i dalin në çdo fotografi. Por faktet, dokumentet dhe provat nuk funksionojnë me këtë logjik. Ato nuk zhduken vetëm pse dikush ndryshon versionin. Prandaj qytetarët e Kosovës duhet të presin me interes punën e hetuesve, prokurorëve dhe gjykatësve. Nëse ajo pretendohet në aktakuz dhe në hetimin vërtetohet, atëherë do të kemi para vetes një pamje shumë më të qartë të mënyrës se si një rrjet i dyshuar i ndikimit serb ka funksionuar në Kosovë dhe cilat kanë qenë hallkat e tij. Shënim, e vërteta doli në shesh, pra ajo nuk mposhtet as nuk digjet.